6 situata që tregojnë se ndoshta po përballesh me depresionin. Depresioni për shumicën prej nesh është sinonim i trishtimit. E vërteta, megjithatë, është se depresioni është një sëmundje mendore shumë serioze që është përshkruar si një plagë e shekullit të 21-të. Ndaj, depresioni nuk duhet të trajtohet kur njëjtë si trishtimi. Depresioni mund të jetë i lehtë, i moderuar ose i rënd në varësi të intensitetit, kohëzgjatjes së simptomave dhe shkallës së dëmit që ato shkaktojnë në jetën, punën, mjedisin familjar dhe marrëdhëniet personale të personit që vuan. Për rastet më të rënda të depresionit, shpesh përdoren termat depresion klinik ose çrregullim depresiv i madh. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, depresioni është një sëmundje mendore që prek më shumë se 300 milion njerëz në të gjithë botën, ndërsa konsiderohet e pamohueshme që kushtet e pandemisë kanë rritur përqindjen e të prekurve. Ndjenjat e trishtimit, humbja e vetbesimit dhe interesit në aktivitetet që më parë i sillnin gëzim personit që vuan janë simptoma karakteristike të depresionit. Megjithatë, duhet bërë një dallim midis trishtimit, pikëllimit dhe depresionit. Çrregullimi depresiv i madh në veçanti, shpesh i karakterizuar nga episode depresive të përsëritura, është më kompleks dhe serioz. Ja disa shenja karakteristike që tregojnë se nuk jeni thjesht të trishtuar. Por në depresion. Humbja e shpresës. Mungesa e shpresës se gjërat do të bëhen mirë ndoshta është simptoma më e zakonshme të depresionit. Emocionet të tjera që mbizotërojnë janë ndjenja e të qenit e pavlerë. Humbja e interesit. Depresioni shkatëron kënaqësinë dhe gëzimin e jetës. Një shenjë paralajmëruese është mungesa e interesit në aktivitetet që më parë mezi prisnit t'i bënit, për shembull sporte, hobi, dalje me miq. Në aspektin seksual mund të vërehet mungesa e dëshirës dhe madje edhe mosfunksionim seksual. Lodhje e vazhdueshme. Ndjenja e vazhdueshme e raskapitjes, një lodhje e përhershme që shumë e përshkruajnë si humbje energjie, është një shenjë karakteristike e sëmundjes mendore. Personi i prekur shpesh ankohet se ndihet vazhdimisht i lodhur. Agresion i pashpjegueshëm. Depresioni mund të prekë të dy gjinit në mënyra të ndryshme. Hulumtimet tregojnë se burrat me depresion shfaqin simptoma të tilla si nervozizëm, agresion, sjellje të rrezikshme, përdorim të substancave dhe zemërim të pakontrollueshëm. Burrat janë gjithashtu ata që më rrallë se gratë zgjedhin të kërkojnë ndihmën e një specialisti të shëndetit mendor. Çrregullime të oreksit. Qoftë një mungesë e pashpjegueshme e oreksit apo një rritje e dëshirës për të ngrënë që çon në shtim në peshë, të dyja tregojnë se mund të jesh në depresion. Ndryshime emocionale. Një shenjë rreziku janë edhe luhatjet e humorit, për shembull nga e qeshura në të qarë, pa asnjë stimul të jashtëm për të justifikuar këtë sjellje. Kërkon ndihmë. Nëse dikush ka disa nga simptomat e mësipërme, ku trishtimi dhe mërzia mbizotërojnë për më shumë se 2 javë, atëherë duhet të kërkohet ndihma e një specialisti të shëndetit mendor. Është fakt që shumë të prekur e kanë të vështirë të kërkojnë ndihmë nga një specialist, ndërsa roli i familjes dhe miqve është thelbësor. Përveç kësaj, siç theksojnë ekspertët, kontakti me botën jashtë, si dhe rikthimi i interesit në gjërat që duan, një hobi caktuar, aktivitetet, janë faktorë të rëndësishëm që do ta ndihmojnë atë të kapërcejë depresionin. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.